Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme. Fillimisht në tregun e brendshëm valutor nuk po ndalet zhvlerësimi i euros, e cila është afruar më shumë nivelit mesatar të 95 lekëve, që do të thotë se në blerje nga agjencitë e këmbimit valutor, euro ka zbritur poshtë nivelit të 94 lekëve dhe kjo rënje e euros vjen në fillim të sezonit turistik dhe pritet që në muajt në vijim, në korrik dhe në gusht fluksi i euros në ekonominë tonë si pasojë e numrit të lartë të turistëve tjetë akoma mi lartë përjedhoj më shumë presion për euro në tregun e brendshëm, që do të thotë se mund të shohim nivele shumë të ulta se 95 lekë. Fillimisht dollari amerikan ka rënë me 0,08% në raport me lekun, mesatarisht këmbet me 82,27 lekë, ndërsa euro ka humbur 0,11%, këmbehet mesatarisht me 95,07 lekë. Në curinë e poundit, kjo monedhë ka humbur 0,06% të vlerës, këmbehet mesatarisht me 110,17 lekë. Në curinë e frangës zvicerane, gjithashtu vjet re një rënje me 0,4%, mesatarisht franga këmbet me 103,03 lekë. Jeni japonez ka rënë me 0,14% të vlerës, këmbehet me 51,28 për çdo 100 lekë. Dollari australian gjithashtu është në rënje me 0,39% të vlerës, këmbehet me 57,67 lekë, ndërkohë dollari kanadez ka humbur 0,03%, këmbehet me 59,07 lekë. Në curinë e kronës suedeze, kjo monedhë është në rënje me 0,06% të vlerës, këmbehet me 8,68 lekë, edhe krona norvegjeze këmbehet me 8,68 lekë, në rënje me 0,02%. Pra përgjithsisht vjet re një forcimi i lekut për gjatë ditës së sotme në raport me monedhat kryesore ndërkombëtare. Kjo ishte curia e tregut brendshëm sipas dënave të Bankës së Shqipërisë, ndërkohë në tregje ndërkombëtare vjet re një rritje lekë të euros. Megjithatë, moneda europiane vjen të qëndrojë shumë pranë nivelit më të ulët në 2 muajt e fundit në raport me dollarin. Investitorët sërish vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, sepse ditën e djeshme presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar Iranin me sulme të reja pas incidenteve që ndodhën për gjatë fundjavës, por gjithashtu edhe me herët gjatë kësaj jave. Në këtë mënyrë, humori i investitorëve është përkeqësuar dhe kujdesi është tuar ndjeshëm, për këtë arsye nuk janë shumë aktiv në tregje në pritje të tjera zhvillimeve, sepse në anën tjetër, pavarësisht kërcënimeve, presidenti amerikan Donald Trump tha se ende shpreson arritjen e një marrëveshje afatgjatë me Iranin. Fillimisht euro ka fituar 0,14% të vlerës, në raport me dollarin amerikan këmbehet me 1,1551 dollar, duke u tërhequr lehtë nga niveli më i ulët në 2 muaj të regjistruar ditën e djeshme. Paundi britanik është në rritje me 0,16%, këmbehet me 1,3387 dollar në raport me frangën, dollari ka rënë me 0,15% të vlerës dhe këmbehet mesatarisht me 0,7984 franga. Dollari australian është në rritje me 0,06%, këmbehet pra nivelit të 0,7 dollarëve amerikan, ndërsa dollari kanadez ka rënë me 0,11%, këmbehet me 0,7163 dollar amerikan. Dhe në raport me jenin, dollari është në rënje me 0,03%, mesatarisht këmbehet me 160,48 yen, mesatarisht vjon dollarit qëndroi mbi nivelin e 160 yen. Përveç zhvillimeve që kanë të bëjnë me konfliktin në lindjen e mesme, investitorët po presin edhe disa dhëna që do të publikohen më vonë gjatë ditës dhe javës në Shtetet e Bashkuara. Nesër do të jetë raporti mbi punësimin, i cili do të jap një panoramë më të qartë mbi gjendjen e tregut të punës në SBA. Gjithashtu mjaft e rëndësishme do të jenë raportet mbi indekset e çmimeve të prodhimit dhe indeksit të çmimeve konsumatore, që mund përcaktojnë edhe ecurinë e dollarit paktën në afat shkurtër. Ndërkohë në tregun e kriptomonedhave, pas disa ditësh me një tendencë në rënje, sot tregu është rikthyer fitimeve me Bitcoin, që është rritur me 1,54% dhe kuotohet në 62.698,05 dollar. Ethereum në rritje me 1,59%, kuotohet në 1.654,8 dollar. Ripple është në rritje me 1,48%, kuotohet në 1,1146 dollar. Litecoin ka fituar 2,14% të vlerës, kuotohet në 42,55 dollar dhe Bitcoin Cash është rritur me 3%, kuotohet në 201,45 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Vlera e Bitcoin është më shumë se përgjysmuar, të paktën për gjatë 2 muajve të fundit. Do të kalojmë tani
edhe në ecurinë e tregut të naftës, ku benchmarkët kryesor po ndryshojnë minimalisht dhe sikur se mund ta shohim brendi Londrës dhe nafta bruto amerikane janë rritur lekti mesatorët, janë në pritje të tjera informacioneve në lidhje me mënyrën se si do të zgjidhet konflikti në lindjen e mesme, sepse presidenti amerikan Donald Trump deklaroi më herët gjatë javës se një marrëveshje afatgjatë me Iranin mund të arrihet brenda 2 apo 3 ditëve dhe afati i fundit është pikërisht dita e nesërme. Për këtë arsye, kujdesi është i lartë dhe investitorët pavarësisht kërcënimeve të Donald Trump ndaj Iranit sërish presojnë për arritjen e një marrëveshje. Nafta Brent e Londrës tregtohet në $93.28 për fuqi në rritje me 0.19%. Nafta bruto amerikane ka fituar 0.36% vlerës dhe tregtohet në $90.35. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rënje të lehtë me 0.12% dhe kuotohet në $1.017.25 për ton, ndërsa në tregun e metaleve të çmuara vjetre sërish qetësi në sesionin e sotëm pas humbjeve që tregu ka realizuar në ditët e kaluara. Megjithatë, pavarësisht ndryshimet vogla, sërish tendenca është në rënje. Ari ka humbur 0.36%, kuotohet në $4.118.3 për oncë dhe po qëndron në nivelin më të ulët në thuajse 4 muajt e fundit. Argjendi tregtohet në $64.19 për oncë, në rënje me 0.86%, dhe platini ka humbur 0.92% vlerës, kuotohet në $1.675.4 për oncë. Në tregun e aksioneve, shumica e bursave në kontinentin evropian publikojnë fitime modeste për të njëjtën arsye. Investitorët janë në pritje të tjera zhvillimeve që kanë të bëjnë me konfliktin në Iran. FTSE 100 i Londrës, CAC 40 i Parisit dhe FTSE 1000 i Milanos janë rritur me 0.05, 0.12 dhe 0.59%, DAX i Gjermanisë dhe indeksi zyriut CMI kanë humbur 0.01 dhe 0.05% të vlerës. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, ku vjetre një shitje masive sërish e aksioneve në Wall Street, por e kundërta ka ndodhur me ecurinë e tregjeve europiane. Dow Jones ka rënë me 1.87%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq kanë humbur 1.98 dhe 1.62% të vlerës. Gjithsesi, lajmi mirë është që kontratat futures sugjerojnë një hapje në rritje të lehtë në sesionin e sotëm. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, fitimet kryesohen nga Siemens Energy në rritje me 2.75%, Rheinmetall, Infineon, Bayer AG dhe BASF kanë fituar nga 1.31 deri në 2.64%, dhe në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, humbjet kryesohen nga sektori teknologjik, por edhe ai automjeteve, SAP ka rënë me 3.74%. BMW, Freyssinet, Beiersdorf dhe Volkswagen janë në rënje nga 1.34 deri në 2.22%. Përveç zhvillimeve që kanë të bëjnë me konfliktin në lindjen e mesme, investitorët po presin me interes të veçantë edhe vendimarrjen e Bankës Qendrore Evropiane më vonë gjatë ditës së sotme. Rreth orës 14 presidentja Christine Lagarde pritet dalë në një konferencë për mediat ku do të njoftojë edhe vendimet e marra me shumë mundësi. Sipas analistëve, Banka Qendrore Evropiane do të rrisë normën bazë të interesit me 25 pikë bazë dhe do të jetë e para nëse skenari do të materializohet ndër bankat qendrore më të mëdha të botës që do të filloj politikën monetare shtrënguese. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.